Organet e sigurisë të përfshira në masakrën e Rëçakut. Ushtria e Jugosllavisë e ish Jugosllavisë, Brigada 243 e mekanizuar armatës së tretë Korpusi Prishtinës, Ministria e Punëve të Brendshme MUP, njësitë e veçanta policisë të njohur si PJP, Posebne Jednice Policie, njësitë speciale antiterroriste të njohura si SAI, Specijalna antiterroristička jedinica, njësitë e divizionit për siguri shtetërore të njohura si RDB, Rezor Državne bezbednosti, njësitë e divizionit për siguri publike të njohura si RJB, Rezor Javne bezbednosti, njësitë rezervë. Pra këto 7 njësi, 7 organet të sigurisë ishin të përfshira në masakrën e Rëçakut. Këto organe janë pjesë e strukturës së ish Jugosllavisë trashëgimtare e cilës është Serbia. Ja pra, këto janë organet e sigurisë së ish Jugosllavisë të cilët e ekzekutuan operacionin Rëçak dhe e kryen atë që nisi një nga masakrat më të vrashta e më horroriale të kryera nga serbët gjatë luftës. Tash është koha të shpjegoj se çfarë krime shkryen operatorët e këtyre organeve dhe sigurisë serbe. Të gjitha dhënat që i prezantoj këtu, burime kanë akt akuzën e prokurisë speciale, të cilën televizioni duke gjinje posedon. Pra kur komisaria hyri në fshat, nisi edhe të shkaktoi viktimat e para. Vrasja e parë është një prej më makabrave që nje historia. Që ka bon këta kriminal? Regjia. Prerje koke. Si u kryen krimet barbare serbe në Rëçak. Në oborin e shtëpisë të Rashid Rashidit fillimisht e vrasin Banush Kamerin, të cilit pastaj edhe ja prejnë kokën. Në vendin e quajtur Vrella, e vrasin Hakim Metushin, Sabri Sylen dhe Arif Metushin. Në oborin e shtëpisë të tij e vrasin Ahmet Mustafen dhe fëmijën e tij, Heriz Jakupin. Në afërsitë të shtëpisë së Zuk Mustafës e vrasin edhe Skënder Halilin e Hanum Shohe Mujotën. Krimi nuk ndalet më kaq. Këta kriminal vazhduan me vrasje të tjera. Ja çka bën më pas. Vazhdojnë në drejtim të lagjes Beqaj dhe derisa disa civil po largoheshin në drejtim të malit, u del në prit policia serbe e cila pa paralajmërim shtën me armë zjarrin në drejtim të tyre duke e vrarë Halim Beqirin, Riza Beqirin dhe Zenel Beqirin, kurse mbeten të plagosur Aziz Beqiri, Zura Beqiri dhe Fetije Beqiri. Në vazhdim të operacionit të tyre policor dhe ushtarak hynë në lagjen e Mini, e cila gjendej në pjesën perëndimore të fshatit, ku me armë zjarri në oborin e tij e plagose në këmbë Ismet Eminin dhe vran vllaun e tij, Ajet Eminin, që të dytë civil. Më pas në vendin e quajtur Qeshma, i vran civilet Bajram Mehmeti, vajzën e tij Hanum Shah Mehmeti, ndërsa të plagosur mbetën Elahmi Mehmeti, Makfireta Hajrizi, Floria Hajrizi dhe Hasan Bilali. Në një pjesë tjetër të fshatit, nga largësia prej shtëpisë së Ragib Bajramit dhe shëtitorës Lutës, si që quajmë fshatarët, gjuajnë me anë të kalibrave të ndryshëm në drejtim të vendit ku ishin strehuar civilit dhe në këtë moment e vrasin plakun Nazmi Imeri, në mënyrën më mizore duke i thyer kafkën, siç përshkruhet në raportin e autopsisë. Nëse mendoni se këtë merr, ky krim përfundoi me kaq, gabuani. Kriminalet serb vazhduan tutje për të rritur numrin e viktimave. Kësaj radhe, duke shtënë mas. Për pak kohë, ndoshta çështje sekondash, ekzekutuan 24 civil të pafajshëm. Ja si ndodhi e gjithë ngjarja. Ekzekutimi 24 civilve. Më pas, një tjetër grup i forcave serbe shkuan në shtëpinë e Sadik Osmanit
dhe aty i gjetën të strehuar rreth 70 banorë civil të fshatit. Fillimisht i ndam burrat dhe gratë, pastaj burrat i torturuan në oborr të shtëpisë dhe pas marrjes së një urdhri me radiolidhje nga udhëhecit e këtij operacioni, forcat policore i morën burrat, i nxjerrin nga oborri një nga një dhe në kolon për një i nisin në drejtim të malit të kodra e Bebushit. Kurse policia paraprakisht e kishte rrethuar rrugicën në 2 anë duke pritur ardhjen e civilëve dhe në momentin që civilët arrin në këtë lokacion duke ecur në kolon, papritmas nga 2 anë të rrugicës fillojnë të shtënat me armë automatike. Nga të gjitha anët, pa ndërprerje, për disa minuta, duke i ekzekutuar 24 personat në mënyrën më mizore.